Përshëndetje të dashur teleshikues, mirë se vini në një tjetër puntat, koha për të folur. Siç mund ta shihni sot, ne nuk jemi në studio, por ne kemi ardhur në Durrës, jemi në konferencë për të rinjt e bashkuar për Krishtin dhe sot në fakt kemi në studio, ose më mirë themi në hotel, dy të rinj që mua personalisht i kam shumë xhan, edhe mi do shumë zemra. Me ne sot është Esa edhe Luisi, që me gjithë unë në fillim në fakt të them të vërtetën, po e pyesja për emrin dhe mbiemrin dhe më thanë që a nuk e diti që ne jemi motor dhe vlla me njëri tjetrin. Dhe kisha qesh parë që po ju shija në fytyrë dhe thash ta ngjajmë shumë me njëri tjetrin. Dhe megjithse i kam njohur dhe i njihja, ky detaj kishte shpëtuar. Filloj me pyetje? Duke qenë se jemi në konferencë, unë do t'ju pyesja si keni mësuar për këtë konferencë. Ju jeni në Kish, pra me ju keni një grup të rinj në Kish. A ka një gjë specifike që deri tani ju ka bërë përshtypje nga konferenca? Ose një varg, një fjalë që ka thënë pastori? Mund të më tregoni diçka? Në fakt, do të thënë gjesh një gjë ose diçka që ty të ka inkurajuar ose të ka bekuar këtë konferencë është e vështirë, sepse kjo konferencë ka qenë e mahnitshme dhe vijon të jetë ashtu. Çfarë ka pëlqyer më ka qenë workshopet, do të thënë pastorët kanë qenë shumë privilegj të kemi ata në mesin tonë. Edhe fjalët që ndanin në workshopet ishin shumë specifike për të rinj dhe ishin disa sfida ose gjëra që adoleshentët i kalojnë. Në konferencën e rinj e bashkuar për Krishtin ka shumë gjëra që ti mëson dhe jo vetëm që mbeten këtu, por ama i mbadhe fort në zemër që ti ju kujton ato sa herë që një situatë e tillë më ndodhi. Gjëja që më pëlqen sa herë në konferencën RBK është gjithmonë workshopet që i kanë shumë të thella dhe ama shumë të kuptueshme dhe praktike që ti mund t'i... Pra mëson nga to. Po. Për shembull, sot ne kemi pasur workshopin, kemi pas 4 workshope, unë zgjodha që të shkoja tek mental health dhe aty po studionim shumë mendjen e njeriut dhe e pam këtë nga perspektiva shkencore, por gjithashtu edhe nga ana e besimit. Dhe ishte një ndërthurje kaq e bukur që bëri ma ngurtësoi të gjithën pjesën e mendimit që unë kisha dhe e zbukuroi atë në një mënyrë shumë të bukur. Ju më folët që kishit mundësi të zgjidhit workshopet ndryshme. Mund të tregoni pak çfarë workshopesh të tjera kishte përveç mental health? Po, unë isha tek lidhjet dhe marrëdhëniet. Aty kishte shumë tema të bukura, kishte diskutime dhe po shikoja adoleshentët dhe të rinj njëkohësisht që kishin shumë uri për të ardhmen tyre, sepse personi që ti do të vendosësh sot do të kalosh përjetësinë, jo vetëm që është ajo pyetja mendon ti, a pranon ti që të martohesh derisa të vdekjen ty ndajnë. Ne besojmë që vdekja do na ndaj, por ama deri në përjetësi. Edhe kjo ishte një nga workshopet besojmë që më pëlqeu më shumë. Mora feedback nga miqt ose dhe nga motrat në Krishtin që po flisin për konferencën, pa ma kjo ishte ajo që kam më bëjkoj. Meqense po flasim për shoqërinë edhe për marrëdhëniet. Do doja të prekja pak temën e shoqërisë, sepse kur jemi në konferencë, në fakt, njohim njerëz të rinj, njohim njerëz që ndoshta edhe mund t'i kemi takuar më përpara, po kemi disa kohë që si takojmë, themi, "Oh, hey, unë të njoh ty." Si ka qenë për ju deri tani të takosh njerëz të rinj, grup mosha të reja, edhe të komunikosh me to? A ja vlen që të vish në konferencë për të njohur njerëz të rinj? Ja vlen shumë. Do të thënë, ti kupton se sa e çmuar është koha dhe sa e çmuar janë njerëzit me të cilën ti kalon kohë. Sepse shoqëria, mendoj unë, që zë një pjesë shumë të rëndësishme në jetën tonë dhe ajo vërtet na ndikon në mënyrën se si ne mendojmë edhe se si ne jetojmë jetën tonë. Në konferencë ka shumë miq, për shembull kam miq nga Kisha ku ne vim që KD-ja, por gjithashtu edhe miq të tjerë nga Tirana dhe gjithashtu që i kemi njohur në konferenca të reja që kur bashkohemi bashkë krijojmë një bisedë shumë të këndshme në tavolinë. Me që ne po flisnim për miqt, mund të na thuash duke qenë se kur ne njohim miq të rinj, krijojmë marrëdhënie të reja me njerëzit, a ka ndodhur ose a keni gjetur në konferencë një mik të mirë që sot e kësaj dite e njihni? Për shembull, unë kur kam shkuar në konferencë më përpara, kam gjetur për shembull një gocë dhe them, unë kam shumë xhan këtë gocën dhe sot e kësaj dite vazhdoj akoma të flas me të. A keni pas një miqësi të tillë? Keni gjetur në një miqësi të tillë? Po, kam bërë shumë mik, edhe me kesha të njëjtën kohë dhe është shumë privilegj të jesh në konferencë. Plus, me miq që kemi janë miq që kalojmë shumë kohë bashkë, kënaqemi dhe është një miqësi që do të zgjasë për shumë kohë, dhe jo vetëm këtë konferencë. Si mund ta dallojmë një mik që na ndihmon të afrohemi me Zotin nga një mik që na largon nga Zoti? Mendoj se kjo është shumë e dukshme, pasi dashuria që Jezusi ka për ne reflektohet shumë në mënyrën e sjelljes, qëndrimit edhe mënyrën se si ata sillen me ne.
marrëdhënia që ne krijojmë me ata. Kur je në konferencë, duke qenë se ndonjëherë merret ca ditë pushim nga shkolla, nga puna dhe ke atë kohën për të rikarikuar, ke edhe mundësinë që kur të kthehesh në vendin tënd të punës ose të shtëpisë, je më i freskët, ka më dritë brenda teje dhe në ato momente kur ti shkon dhe rikthehesh te shoqëria për shembull, ose në shtëpi ose në familje, mund t'ju pyes çfarë do ishin disa hapa që ju do ndërmerrnit, që ndoshta të ishit dritë për një vend ku ka errësirë, dritë për shoqërinë tuaj, duke qenë se keni ardhur, jeni të çlodhur, keni marrë nga fjala e Zotit. Në fakt është e vështirë të praktikosh atë çfarë ti ke marrë në konferencë. Sepse këtu është gjithçka okay, duket sikur je 3 ditë paraj, sepse je shkputur nga shkolla, nga jeta me njerëzit që nuk e njohin njerëzit. Gjithë ke besimtar. Gjithë janë besimtar, bëjmë gallate, do të thënë shokë është shumë kështu, paqe, je shumë cool. Por ama kur shkon në atë botën tënde, në rutinën tënde, gjërat ndonjëherë duken të vështira, ndonjëherë duken që isha shumë mirë aty ku isha, duhet të shkoj prapë, do të jetoj vetëm konferencë. Por ama jemi thirrur, ti jemi dritë për errësirën. Edhe kjo që duhet ta aplikojmë, e di edhe Jezusi kishte të vështirë, por ama ai na thotë që merrni zemër sepse unë mund ta botën. Zakonisht kur mbaron konferenca ose mbarojnë kampet ose mbarojnë dhe shkon në shtëpi dhe të nesërmen ke punë ose ke shkollë ose nuk e di, ke diçka që duhet ta bësh dhe je kështu, unë isha shumë mirë, dje isha konferencë. Po haja bukë, te mensa, tani duhet gatuaj këtu, nuk kam Terezi. Pra shumë e kuptueshme, nuk është gjithmonë shumë e lehtë kur shkon në shtëpi që ose te shoqëria që do merresh me grupin shoqëror, me rrethin shoqëror, ama të paktën ke marrë një farë lloji qetësimi, je rikarikuar, i them unë. Që ajo zjarri që na bashkon gjithë bashkë në konferencë dhe mbajmë edhe pasi kjo mbaron. Me gjëra fjala, mund të na thuash diçka kur jemi me të rinjt, ne ata na shtyn, na motivojmë, ne motivojmë njëri tjetrin për të lutur, për të adhuruar. A keni pas një shok, një shoqe ose disa njerëz që i keni parë dhe ju kanë shtyr, motivuar për të adhuruar Zotin? Në fakt ne kemi diçka që ne themi shpesh në kishën tonë, është i lumtur i lumturon dikë dhe ai që është i trishtuar e ngjit atë trishtimin që ka. Dhe sa herë që jemi në adhurim, kemi dikë afër, domethënë që është tërkohës që kërcen. Pra e ndjek këtë prezencën e Perëndisë në një formë kërcimi. Edhe kur ti je afër me dikë, domethënë që sikur ka ngrënë limona, ti mundohesh t'ia ngjitësh atë entuziazmin që ti ke dhe të dy bashkë për shembull adhuroni Zotin me kërcim pastaj. Dhe vërtet ka miq të shtym përpara Zotit dhe të bëjnë që ti ta adhurosh, domethënë sikur je në shtëpi ose pak ashtu si Luisi e tha, sikur jemi në parajs. Pra ky traditë që është i mrekullueshëm. Kur ne shkojmë te shtëpia jon, te familja jon, kemi atë grupin ton shoqëror që nuk e di ju ka ndodhur ndonjëherë, i themi njerëzve, unë jam i krishterë, unë shkoj në kishë. Edhe gjëja e parë që mendojnë është, o po sa keq për ty. Akoma shkon ke kisha ti? Akoma shkon në kishë ti. Madje ka pas njerëz që kanë thënë njëri tjetrit, po ti e gjithë kjo gocë shkon në kishë, ose ti e gjithë kjo çunë shkon në kishë, dhe të rinjt kanë filluar të mendojnë kishën si një gjë e mërzitshme, ose ti jesh me Zotin është e mërzitshme. A mund të na tregoni pse shkosh në kishë nuk është e mërzitshme dhe pse është qef në fakt është një marrëdhënie me Zotin? Mendoj se mënyra se si bota e shikon të krishterët është me disa lente jo shumë të mira, sepse të jesh në kishë është shef, është njësoj, nuk do e thoja si je në botë, por ama është sikur ti ke një familje që të kupton dhe keni disa gjëra shumë përbashkëta. Nuk e di pse bota mund ta shohë krishtërimin si diçka të mërzitshme, por e di që nuk është kështu. Pastori jon thoshte gjithmonë, Zoti nuk është kundër argëtimit. Madje ai është pro argëtimit, thjesht argëtimit në mënyra të duhura. Dhe fakti që kur je në konferencë, ke lojra, unë e di që ju keni pas kësaj interviste që do bëjmë, keni sa aktivitete që do bëni në plazh. Pra është bukur, apo jo? Është super. Një gjë tjetër që doja t'ju pyesja, duke qenë se jemi në konferencë, a ka qenë dikush specifik ose një pastor ndoshta ose një person që ka ndarë fjalën që ju ka prekur në një temë të caktuar dhe keni thënë kur shkoj te shtëpia ime, unë do bëj atë që ky pastori po thotë ose atë do bëj atë njëjtën gjë që ka bërë shoku im. Më pëlqen shumë pastori Jetoni, Bajram, që predikoi një mësim që ishte që të bindesh edhe kur ndonjëherë logjika
nuk është ashtu Nuk është aty, sepse edhe si Pietri që Jezusi i tha që hidhni prapë rrjetet në anën tjetër, ato kishin provu, pa nuk kapën gjë. Edhe kjo ishte që Pietri i tha që Perëndi ne do ta bëjmë pa për shkakun të sepse ti e the. Edhe kjo ka qenë bekim për ne, edhe ngeli shumë thellë në zemrën time që unë do ta bëj. E kam provuar kam provuar sërish në anën tjetër, pa me ty, do thënë ja dola. Dhe kjo ka qenë shumë bekim për ne, për mua personalisht. Ndërsa për mua kam qenë tek workshopet, si se përmenda më parë, dhe ishte një fjali që mund të them që ishte sikur ishte bërë për mua. Dhe thonte që medimet nuk janë ato gjërat që nuk na përcaktojmë identitetin tonë. Dhe kjo vërtet më preku, sepse unë jam person që i overthink çdo gjë, i mendoj gjërat shumë herë, dhe është shumë e bukur mënyra si Zoti na flet ne përmes njerëzve të tjerë, dhe në këto konferencë kam parë shumë. Ne po flisnim për miqt edhe mënyrën se si Zoti na flet përmes tyre, por në fakt a mund ta tregoni pak si është kesh mik Perëndin, Zotin, sepse ne kemi mik njerëzit e tjerë, ama shumë rrallë themi un kam mik Zotin. Mund të na thoni diçka ose një eksperiencë që keni pasur, që keni kuptuar që pa është miku im gjithashtu? Unë kam një ditar timin ku mënyra se si e nis ato është mik i dashur. Kështu i drejtohem Zotit, pasi kjo ka ardhur me kalimin e kohës, pra nuk është se kam quajtur mik që herën e parë. Si fillim ishte i dashur Zot, po më vonë kam kuptuar që ishte mik nga marrëdhënia jonë. Sa më shumë ti lidhesh me Zotin, aq shumë e kupton që ai nuk është vetëm dikush që ti mund ta thrasësh Zot, po ama është dikush që ti mund ta thrasësh Atë, Aba dhe mik. Nëse një mik do t'ishe duke u larguar nga besimi, çfarë do t'i thoje ti atij sot, ose më mirë ta them, çfarë do të bëje ti për ta ndihmuar? Në fakt, nëse do kisha një mik, shumë miq janë larguar nga besimi, sepse ishte edhe ajo që theti shpaq që ne ai kisha duket boring, pa ama nëse do kisha një person që doja shumë ose mik tim që do largonte nga besimi, është sikur thjesht një zjarr i madh dhe ka shumë drum brenda. Edhe ai ikën, ai nëse dohet vetëm të shuhet. Por ama nëse ne jemi gjithë bashkë, do jemi në zjarr për Zotin, edhe nëse njëri është i sfiduar apo ka shumë challenge në jetën e tij ose në familje, kudo që shkon, do të ndjehet i rënduar, pa do t'i thoj që merr zemrën sepse Jezusi i pati këto gjithashtu. Jezusi Këto sfida dhe kishte shumë, do të thonë, momente që Jezusi donte hiqte dorë. Ishte momenti i fundit që Jezusi për atë hiqte këtë kufë nga prania ime, që ishte aty, që ishte momenti i fundit për këtë gëzuar. Dhe kjo ishte që është e vështirë, ndonjëherë duhet të heqësh dorë, po ama thjesht merr zemrën sepse Jezusi e mundi botën gjithashtu. Si mund t'i motivojmë ne të rinjt që të vinë në kish sot? Disa të rinj që ndoshta kanë dashur të vinë, po akoma nuk e kanë ndarë mendjen se nuk kanë qenë ndonjëherë në kish. Unë besoj se shumë të rinj domethënë vinë nga interesi i tyre, çfarë ato duan të marrin në kish. Disa mund të vinë për lojra, ne kemi PlayStation te kisha jonë dhe shumica çunave ndonjëherë te klaqja jonë erën gjithë vetëm për PlayStation. Edhe kjo ishte një gjë që ata e gëzoi. Disa mund të vinë për painting, thonë, Esa ka bërë, domethënë me gjithë adoleshentët, me gocat thonë, por ka diçka që aty intereson. Edhe besoj që kisha duhet të updatohet me këtë, sepse është gjenerata e re, janë adoleshentë të ri dhe duhet që ne t'i vim në ndihmë. Edhe pse jo të bëjmë shumë aktivitete që mund t'i tërheqim ata. Faleminderit shumë që na folët sot lidhje me konferencën, edhe lidhje me eksperiencat tuaja edhe në kish. Unë personalisht për shembull do vija në kish po të kisha një PlayStation. Kam pas shumë qef në shtëpinë e kushërimit dikur kam pas PlayStation. Ke pas ndonjëherë? Lën akoma? Jo, ka qenë shumë kohë përpara. Edhe luaja, kisha qef luaja Minecraft aty. Edhe Fortnite ka qenë periudha, po ka qenë edhe periudha e Fortnite-it. Ka qenë periudha e Fortnite-it. E shijoja shumë atë. Me 3 veta kam qenë, isha në 3 e fundit, po pastaj nuk. Kjo ka qenë më pika më e lartë që kam arritur në Fortnite. Pastaj nuk u bëra më. Do bësh një ditë, po. Mos u mërzit. Mos u mërzit. Faleminderit shumë që edhe një herë që më thatë. E vlerësoj shumë që kaluam këtë kohë me juve. Ndoshta për ta mbyllur, a mund të na thoni një inkurajim për të rinjt që po dëgjojnë, edhe që ndoshta po mendojnë që të vinë në konferencë? Në konferencë do gjesh ato çfarë ti vërtet ke nevojë. Ndoshta ne mund të mendojmë se jemi vetëm, por jo, këtu do kuptosh që të gjithë jemi njësoj, të gjithë bashkë dhe të gjithë kemi nevojë për diçka, edhe ajo gjëja është Jezusi. Ke shumë të drejtë. Edhe një herë faleminderit që ishit me ne, gëzohem shumë që ju kemi.
Shpresoj që ta keni shijuar dhe të na keni ndjekur deri në fund. Ne bashkë do shihemi puntatën tjetër. Mirupafshim.